kemi 365 maturantë të cilët nuk kanë arritur të sigurojnë notë kaluese prej anbetës dhe 29 maturantë ekselent apo me notën maksimale 10. Ndërkohë që pak a shumë shifrat e kalueshmërisë dhe notave maksimale 10 kanë qenë gati të ngjashme edhe me 2024, por ajo që e tregon këtë vit është që nota mesatare në gjuhë shqipe dhe në letërsi është më e ulët se një vit më parë. Në fakt maturantët duket se prisnin këtë gjë, sepse sapo dolën nga provimi i gjuhës shqipe dhe letërsisë, ata shprehen që ishte pikërisht gjuha shqipe, ajo që duket se i kishte penalizuar sipas të rinjve, autor siç ishte Jeronim Derada me veprën e tij Këngët e Milosaos, por ishte eseja që konsideroj relativisht e vështirë për maturantët dhe që ka nivelin më të lartë të pikëve në të rësinë e testit të letërsisë. Do të shohim në fakt Denisa se si do të jetë vlerësimi maturantëve apo arritjet e tyre në lëndën e matematikës, po aq e rëndësishme për kalkulimin e të dhënave të rinjve, sigurisht edhe provimi me zgjedhje dhe siç dihet tashmë, siç e dinë dhe maturantët e dinë mjaft mirë që në fund koriku do të nisë plotësimi i formularit A2, është ai formular që do t'i çojë të rinjt drejt universiteteve, do të aplikojnë, është e njëjtë skema, aplikojnë apo shënojnë 10 preferenca në varësi të arritjeve të tyre dhe notës mesatare, ku më pas do të presin se si do të renditen sipas kërkesave dhe kritereve të universiteteve. Sigurisht nëse nuk do të bëjmë pjesë në universitetet që tashmë kanë vendosur dhe një filtr tjetër veç maturës shtetërore, sepse e dim Denisa që sportet, artet, fakulteti mjekësisë së fundmi dhe urbanistika dhe arkitektura kanë edhe një konkurs shtesë veç maturës shtetërore për të përzgjedhur krahas mesatares për të përzgjedhur më të mirët sipas këtyre universiteteve që në mes të gushtit do të ketë edhe një konkurs tjetër për ata të rinj që duan të ndjekin këto deg dhe në fund të gushtit sigurisht dalin më pas rezultatet e të rinjve fitues në universitetet shqiptare, por ndoshta edhe do të mësojmë se sa do të jetë numri të rinjve këtë vit që krahas degëve që kanë fituar në universitetet shqiptare mund t'i drejtojnë universiteteve të Europës apo përtej kontinentit tonë. Dakord. Ornela Joti do të na sjellë edhe zërin e vet maturantëve në këtë provim të fundit dhe në këtë çlirim të ankthit më në fund. Shumë pak ditë pushimi do të ketë përpara se të nisë një tjetër ankth siç është ai i plotësimit të formularit A2 në fund të korrikut edhe i përzgjedhjes për në shkollën e lartë. Dhe kurioze jam Ornela të di se sa nxënës në këto 4 provime do të rezultojnë ekselent, pra që do të marrin 10 në të 4 provime, nga gjuha e huaj deri tek lënda me zgjedhje. Të kujtohet sa kanë qenë një vit më parë? Studentët absolut, flas gjimnazistët absolut. Në fakt janë me gishtat e dorës, nëse do të llogarisim anglishtën, matematikën apo dhe gjuhën shqipe janë më pak se 20 nëse do të llogarisim të treja lëndës së bashku, pasi në fakt procesi maturës është shumë i vështirë, ndërkohë që edhe llogaritja e të dhënave ka specifikën e vet, por kanë qenë të paktë maturantët që kanë marrë 10 maksimale në të 4 provimet, gjë që le themi i ka renditur ata si student ekselent edhe në vitin e parë apo si fitues ekselent në universitete. Do të shohim se si do të jetë këtë vit, është ende herët për të thënë Denisa, pasi gjuha shqipe siç e theksova dhe letërsia nëse me anglishtën rezultatet e tyre ishin mjaft më të mira, gjuha shqipe duke se i rrëzoi edhe pritshmëritë e të rinjve në këtë proces të maturës shtetërore dhe ndoshta ende pa nisur procesi i aplikimit drejt shkollave të larta. Dakor, falenderoj shumë për raportimin dhe presim edhe zërin e vet gjimnazistëve në përfundim pas mesditës, ishim me Ornela Jotin.